Mendimi jam personal është që kjo çështje është e mbyllur, me që këtë temë ka mbyll zoti Kurti, presidenten e ka zgjedh, ajo është Albolena Axhiu. Ato do të mundohet ta mbaj jo vetëm 2 muaj, 3 muaj, po përtej 6 muajshit, i cili është i specifikuar edhe në gjykatë kushtetuese, kështu që unë shoh kështu rrjedhën ai njerin më lojal të vetën e ka në zyrën e presidentit dhe nuk i duhet asnjë president tjetër. Presni që kam si në takim zyrtarisht qoftë edhe për formalitet siç keni vlerësuar shqiptarit. Po, me që kjo çështje është e mbyllur, me që Kosova ka më shku në zgjedhje sipas interpretimit tim personal, ai mund të bëj lojra të tilla, por që nuk kanë me pas efektin që shpresin qytetarët. Pra, ky njeri është për prodhimin e krizave dhe qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dje në Këshillin e Sigurimit e forcon edhe më shumë bindjen time që Albin Kurti sa më shpejt dëshiron zgjedhje që të rikthehet edhe një herë ushtruesit të detyrës së kryeministit dhe ka edhe ushtruesin e detyrës së presidentit, edhe i tërë shteti Kosovës do shndrohen në shtet UD. Aty ai e gjen veten në këto kriza, pra do të krijoj kriza, do të mundohet të mirëmbaj këto kriza. Rami, a takoni nëse s'ka ftesë zyrtare nga Kurti? Sinqerisht thash edhe një herë, e di që ekziston kurreshja, po parashikimi jam është që ai njeri ka zgjedh presidentin edhe nuk do të synoj që të zgjedh president, nuk ka me qenë as racional, as bashkëpunues, do të mundohet që të prodhoj kriza të reja, që të shkojmë në zgjedhje dhe që të mirëmbaj Albolena Axhiu në postin e presidentit sa më gjatë si ushtrues detyre. Faleminderit.